Unë nuk kam folur për institucion e protestës, zoti Blushi, se e respektoj shumë. Unë jam protestus jo prej Bukpeshku, zoti Blushi. Unë jam protestus që ka marrë plumba, gur, thyer dyer, xhama me fëmijën në prehër, i mat, ka mbrojtur familjen, bashortën time, se ne kemi qenë në situata që as mund të imagjinosh, ndoshta, dhe ne i përkasim një kohë që kemi luftuar për lirinë dhe kemi luftuar me sakrifica deri dhe rreziku jetë, deri në familje, deri te familjar. Dhe ne as nuk e diskutojmë që nuk diskutohet respekti ynë për institucionin e protestës, por një tuf budallesh e cilësuar, një tuf budallesh e cila gjuan me gur dhe me pllaka nga hyrja e parlamentit, nuk diskutohet që populli e ka thënë hapi rrugën budallajt dhe neve ato tufe cilësojmë të ati niveli. Tani. Ja shpjegova dallimin mes protestës qytetare. Po budallëve çfarë do t'i bëj unë? Do t'i fyej si? Tani. Akti, jo, në rregull, i kthemi akti. Të përdori rregulloren e kuvendit ka dhe përjashtim nga komisioni. Ka dhe rregullore. Thash një grup i dhunshëm që gjuan me pllaka. Nuk thash shqiptarëve, zoti Blushi. Zoti Gonxhe, shumë faleminderit. Të lutem mbyllë mikrofonin. Besoj që problemet në interes ti komisioni dolë.